Edi Rama ka provokuar me emrimin e Liburn Aliu duke përdorur si mjet politik kundër vendvendosjes. Reagimet në Kosovë janë të ftohta, ndërsa në Shqipëri ai kërkon të godas besimin tek ideta e Albin Kurtit dhe tek elektorati i majt që e mbështet. Vendimi për emrimin e Liburn Aliut si drejtori i portit të Durrësit duket se është firmosur, por qeveria nuk e ka bërë ende zyrtar. Burime brenda mazhorancës konfirmojnë se Edi Rama ka urdhëruar një testim të opinionit publik përmes dy manovrave mediatike, fillimisht në disa portale të Prishtinës kundërshtare me Albin Kurtin e më pas në mediat e Tiranës. Një provokim i qëllimshëm u shënua kur ministri e turizmit dhe mjedisit Mirela Kumbaro publikoi në Facebook një mesazh urimi për emrimin e Aliut dhe e fshiu vetëm 5 minuta më vonë. Postimi, që lavdëronte zgjedhjen e goditur të Belinda Ballukut dhe bashkëpunimin e shkëlqyer me Liburnin, ishte pjesë e një prove komunikimi që Rama e përdor shpesh për të matur reagimet politike në terren. Në Kosovë, mediat që kundërshtojnë vetvendosjen e pritën me entuziazëm këtë emrim, duke interpretuar si blerje nga Edi Rama për të dëmtuar Albin Kurtin para zgjedhjeve të 9 nëntorit. Por sipas analistëve në Prishtinë, efekti i kësaj loje mund të jetë i kundërt, pasi edhe votuesit e zhgënjyer të vetvendosjes pritet të mobilizohen përballë ndërhyrjeve nga Tirana. Në opinionin kosovar, ndërhyrjet e Ramës shihen si toksike dhe paternaliste, dhe ky perceptim është i konsoliduar. Vetë Rama e di këtë, pasi mat pëlqyeshmërinë me sondazhe të vazhdueshme, vendase dhe të huaja. Në të vërtetë, qëllimi i kësaj lëvizjeje nuk është Kosova, por Shqipëria. Rama kërkon të godas simpatin që ka krijuar Albin Kurti tek elektorati i majt urban, sidomos tek mbështetësit e Arlind Qorit, kandidatit për kryebashkiak të Tiranës, duke përdorur Liburn Aliun, ish kraun e djathtë të Kurtit të larguar mes dyshimeve për abuzim. Rama kërkon të zbe besimin në idenë e një elite të re politike që nuk pranon korrupsionin. Mesazhi që përpiqet të përçojë është i qartë, të gjithë janë njësoj, por kjo logjik vështirë të depërtoj, sepse mbështetësit e Kurtit në Shqipëri e ndjekin vetvendosjen si koncept politik, si shpresë për një Shqipëri pa oligarki dhe klientelizëm, jo si lëvizje individësh.